Promovohet libri i ri poetik i autorit Myfit Çeli, Mbi supet e rufeve, një vëllim që vjen pas muajsh pune dhe përkushtimi, duke sjellë për lexuesit një udhëtim personal përmes poezisë, ndjenjës dhe së vërtetës shpirtërore. Çfarë ka pëlqyer te Mufiti, pjesësia e tij, Mufiti ka folur me punë, ka folur me vepra, ka folur me krijtari, nuk ka folur me pompozitet apo me show, njëri i thjesht, njëri i punës, njëri i veprave, dhe është vlerë dhe kënaqësi që kemi të tillë poet, shkrimtar, patriot, aktivist, të laboristë, të cilët na bëjnë të ndjehemi krenar. Ky është libri miri për këtë poet. Sa për këngët, kryesisht këngëve lape, Mufiti ulet këm kryq, me një lapse me një letër dhe i bën tekstet si që duan këngëtarët. Librin e ri me vjersha, vjershori Myfit Çela, e ka formatuar në 3 cikle, ose pjesë grupin poezi, të cilët do të thënë se përveç atij me lirika që kushohet dashurisë, poezitë të tjera janë shtrirë në gjithë faqe të librit. Në qendër të saj, në ciklin e parë, që do dohet një lapes në letë të vlerë, ai këndon dashurisë, ndjenjës të pasur njerëzore. Pjesa e dytë e librit, të cilën e titullon Lezetin në ato vende, ka vjeshtë që kushtohen me lindjes së tij, Merdani. Prej nga vesh, por jo vetëm. Cikli ose pjesa e tretë, të cilën e titullon Hëna të lozë për dorë, është me poezi për ndjesi njerëzore, situata aktuale për vendimin e kësaj kohe. Ky është libri më i fertë, i freskët, i ytëverit të shpirtit tënd. Dhuntia e veshërimit popullor është një nga dhe roli është një nga krahët kryesorë të kulturës popullore shqiptare. Është ajo që zakonisht populli thotë si me të mënyrë të zëzuar që ky ngre këngë ose ky kren këngë. Por kjo nuk është një cilësi që e urpakë, po ajo është një poezi shumë e rëndësishme dhe është një nga pasuritë më të mëdha që ka gjuha dhe kultura popullore shqiptare. Uroj Myfit Çelin ta gëzoj këtë vlerësim që i bëhet sot, të ketë shëndet dhe jetë të gjatë, që krijimtaria e tij të burojë si ujtë e Nehovës. Autori e cilëson librin si një përvojë intime të ndërtuar mbi fjalën e ndershme dhe frymëzimin që buron nga rrënjët kulturore. Çdo faqe, çdo mendim dhe çdo histori që kemi ndarë së bashku ka kontribuar që sot të jem këtu dhe të marr këtë vlerësim. Një vend të veçantë, te falënderimet e mia zën grupet polifonike si edhe këngëtarët që gjatë këtyre 40 e ca viteve krijimtari kanë besuar dhe kanë interpretuar me shpirt tekstet dhe këngët e mia. Zëri tyre ka bërë që fjalët dhe tekstet kanë gjetur lihanën e duhur dhe emocionet kanë marrë jetë, sepse kënga labe ka jetuar dhe do të jetojë në zemrat e njerëzve në përjetësi. Në këtë aktivitet kulturor, prefekti Albana Asana i dorëzoi Myfit Çeli titullin Mirnjohje Laborisë si shenjë vlerësimi për kontributin e tij të vazhdueshëm në ruajtjen e identitetit, traditës dhe shpirtit lab. Për ruajtjen e vlerave të komunitetit lab e në veçanti të qytetit të Gjirokastrës, si dhe një pjesëmarrës aktiv në jetën e përditshme në qytetin e Gjirokastrës dhe më gjerë. Sekretari i përgjithshëm Kastriot Muço, kryetar Agim Qiraku. Tekstet poetike të Myfit të Çelit janë bërë pjesë e repertorit të disa prej grupeve më të njohura polifonike të Gjirokastrës dhe Laborisë, duke u kënduar brenda dhe jashtë vendit. Poezia e tij ka marrë vlerësime edhe nga figura të mëdha të fjalës dhe këngës popullore. Një falënderim i veçantë në këtë aktivitet ju drejtua edhe shoqatës së Laborisë për rolin e saj në ruajtjen e vlerave, kujtesës dhe trashëgimisë kulturore, duke mbajtur gjallë frymën e vlerësimit për krijuesit dhe kontributin e tyre në identitetin kombëtar.